A few general remarks about our visit. We continue to strongly support Albania's path towards becoming an EU member state, and we recognize the country's track record as one of the front runners in the negotiations. Opening all negotiation clusters in only 13 months is an impressive achievement. The unwavering support of Albanian citizens underpins these strong aspirations. Disa komente të përgjithshme. Ne vazhdojmë që të mbështesim fuqimisht Shqipërinë në rrugtimin e saj për integrimin evropian, gjithashtu njohim edhe rezultatet e forta që ka pasur Shqipëria, dëshmies së cilës kanë qenë dhe hapja të gjithë grup kapitullave brenda 13 muajve, që është një arritje shumë e fortë. Të gjitha këto të mbështetura në mbështetjen popullore në opinionin publik të Shqipërisë për integrimin e BE-s. But there is no time for complacency. Albania needs to continue working even harder as the country enters a more demanding phase of the accession negotiations. Por nuk ka vend për vetë kënaqje. Shqipëria duhet që të vazhdojë dhe të punojë edhe më fort për përmbushjen e detyrimeve dhe për përfundimin e negociatave. The enlargement process is strictly merit-based. Each candidate country is assessed individually